Atëherë, UFO-t ngjallin kurreshtje për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ne në radhë parë një herë jemi kurreshtar si civilizim, po themi. Pra, njeriu në vetvete është shumë kurreshtar. E dyta, në momentin që ne kuptuam që ky univers është shumë i madh, ne nga ana shkencore menduam që normalisht nuk është se mund të jemi të vetëm. Është për deri kthehen asaj që thash pak më parë, mos harrojmë. Universi në pjesën ndërmuese të tij ka 5 elemente themelor, pra hidrogen, helium, azot, karbon, oksigjen. Çuditërisht, me tjetër renditje, janë elementet që na përbëjnë ne. Në pjesën ndërmuese, mbi 80%, ne çfarë jemi? Jemi hidrogen, oksigjen, pasi jemi mbi 70% jemi ujë. Pastaj vazhdojmë në renditje karbon, azot, vetëm heliumi mungon. Kështu që nga ana shkencore, kjo është arsyeja që ne mendojmë që jeta gjallë mund të zhvillohet gjithandej. E dyta tani mos harrojmë që ne kemi një problem me zgjidhjen e problematikave tona. Dhe po të shikosh me vëmendje të gjithë pretenduesit e alienëve me shumë pak përjashtime, në fakt shpresa është që ne të zgjidhim problemet tona jetësore nga një civilizim shumë i zhvilluar.